Në kuadër të çeljes së sezonit veror, një sër aktivitete sportive janë zhvilluar para ditën e kësaj të shtune. Kampionati Val-On në volejboll, futboll në rër, ping-pong dhe disiplina të tjera sportive kanë përfshirë fëmijët e qytetit. Nxënës të shkollave 9-vjeçare, por edhe fëmijë të vegjël të apasionuar pas sportit kanë marrë pjesë në to, duke sjellë një atmosferë ndryshe në qytet. Ata shprehen tepër të lumtur që janë pjesë e këtyre aktiviteteve, të cilat i përshkruajnë si shumë argëtuese. Sportin thonë se e pëlqejnë shumë dhe se prej vitesh stërviten kryesisht në volejboll. Pasionin e tyre shprehen se do ta vazhdojnë me pritshmëri që të bëhen sportist profesionist. Pëlqen sporti? Pse pëlqen sporti? Mua më pëlqen sporti, na që mund të punojmë në skuadra dhe të mësojmë se si të bashkëpunojmë. Ndjeva shumë mirë, e lumtur, që fituam edhe ndjem pak e fortë. Të pëlqen aktivitetet sportive? Po, mua më pëlqen shumë aktivitetet sportive. Që të punonim fort edhe të punonim bashkë. Kjo është e çelësi. Po, neve stërvitemi shumë me te Marigo Posuja edhe te 15 tetori ndonjëherë. Unë jam 11. Sa kohë ke që merresh me volejboll? Unë kam filluar që në klasë të tretë, në klasë të tretë edhe... Të pëlqen sporti? Po, më pëlqen shumë. Çfarë pëlqen më tepër nga volejbolli? Po, më pëlqen si lozim, mënyra e lojtës, mënyra që ne me stërvitemi edhe aktivizohemi edhe... Ne e bëjmë të hënë, çdo ditë në javë, njerë kanë çunat, njerë kanë vajzat në volejboll. Aktivitetet sot pëlqejnë? Po, janë shumë të bukura, janë shumë aktivizuese. Este Ahana. Kam 3 vite që luaj volejboll dhe jam 11 vjeçë. Unë luaj, na merr ndonjëherë çdo ditë mësuesja, por të hënë, të martë dhe të enjte na merr më shumë. Dhe mua më pëlqen ky sport sepse aktivizohem shumë. Po, na pëlqeu dhe ishte shumë i lehtë. Ndërkohë edhe përgjatë së dielës janë parashikuar aktivitete të tjera sportive, kryesisht për fëmijë në plazhin e ri dhe në shëtitorin Lungomare, të cilat do të sjellin një atmosferë festive dhe me shumë argëtim për ta.